Përshëndetje miq të televizionit Ora, mirë se vini në studion e Ora Sport për këtë të diel, në këtë mbrëmje. Do të flasim sigurisht për kampionatin shqiptar ka pasur në këtë javë një surprizë, në fakt, kanë surprizuar skuadra që janë ngritur nga kategoria e parë, i kemi paragjykuar në fillim, por po tregojnë se po bëjnë vërtet mirë dhe din t'i prishin punë edhe skuadrave të mëdha që kanë pretendime edhe për titullin kampion. Vllaznia ja ka dalë që të marrë një fitore me skuadrën e Kukësit, ndërkaq edhe Bylisi sigurisht vazhdon të surprizojë, ka marrë një barazim me një ekip që pretendon shumë si Laçi, megjithatë edhe për të tjera ndeshje do të flasim këtu, qoftë edhe për kombëtaren që do të grumbullohet zyrtarisht ditën e nesërme dhe sot ka dalë në konferencë edhe trajneri Edi Reja, i cili ka shpallur edhe listën me lojtarët të cilëve do t'ju besojë ai në dy ndeshjet e radhës, atë me Turqinë dhe me Moldavinë. Do të prezantoj të ftuarit e mi për sot, për të folur për gjitha këto. Altin Sulçë është me ne, mirëmbrëma Altin. Përshëndetje Albana. Ndërkohë kam në krahun tjetër profesorin, trajnerin Faruk Sejdini, mirëmbrëma. Një tjetër e ftuar shumë speciale sot me ne, ka qenë në fakt kryefjala e kësaj jave për sa i përket lajmeve të sportit, na ka bërë të ndihemi krenar, bëhet fjalë për atleten Luiza Gega. Përshëndetje Luiza, të falenderoj që je sot me ne. Studio jon për herë të parë do të jetë me dy vajza. Do të jemi në shoqërinë e një tjetër vajze shumë simpatike, e cila e njeh mirë botën e sportit, pasi ka qenë moderatore e një prej emisioneve sportive në Supersport apo jo Gea. Përshëndetje Gea. Përshëndetje. Falenderoj që jemi ne. Do të shkojmë tek një futbollist që ka bërë pak buj në këtë javë, pasi nuk është treguar edhe shumë lojtar fair play apo jo. Te Ditmar Bicaj, një lojtar shumë i rëndësishëm i skuadrës Bylisit. Përshëndetje Ditmar. Mirëmbrëma. Dhe së fundmi tek Lurian Mena, specialist sporti, i cili sigurisht do të na flasë këtu edhe për anën teknike dhe taktike, se si kanë luajtur skuadrat tona. Përshëndetje Lurian. Përshëndetje. Unë dua të ndalim njerë fillimisht tek Luiza, sepse si që thamë edhe më parë, Luiza ka qenë kryefjala e kësaj jave. Dhe dua sigurisht të ndjekim një kronik, fillimisht për Luizën, dhe të kthehemi në studio për të folur pak për të dhe për ta pyetur për këtë eksperiencë të jashtëzakonshme në kampionatin botror, ku është renditur e 9-ta. Mirë, ndoqëm kronikën e Luiza Gegës, arritjet e saj që sigurisht janë për të duar të rokitur, është një ndër ato sportiste që na ka bërë të ndihemi krenar. Patjetër e meriton plotësisht. U kualifikuat në finalin e botrorit, në fakt një ngjarje që nuk ka ndodhur më parë, jeni e para atlete shqiptare që arrini këtë sukses dhe për më tepër zini vendin e 9 në garën e 3000 metrave me pengesa. Si ndiheni për këtë sukses? Në fakt, ishe vetëm shqiptare që isha kualifikuar për kampionatin botror, pra ishe vetëm përfaqësuese për Shqipërinë këtë kampionat. Sigurisht ndjeja pak vetën edhe në presion për këtë fakt. Më shumë përgjegjësia. Me shumë përgjegjësi, isha pra vetëmja dhe sigurisht kisha punuar shumë. Të drejtën, sigurisht është rezultat që vjen ndër vite, nuk është rezultat që vjen për pak muaj le të themi, por që kisha treguar qoftë ngarat që kisha zhvilluar më përpara, garat testuese, pra që kisha gjithë mundësit për që në finalet të botrorit, por që sigurisht është një garë e vështirë, që vetë gabime taktike mund të ndryshojnë komplet objektivin tënd, pra është garë me pengesa, qoftë dhe një penges që mund të mos shkoj si që duhet, mund të tike gjithë gara, por që kur ja dola në garën eliminatore, aty të drejtën u çlirova në kuptimin sepse tashmë isha finaliste e botrorit, që si që e thatë s'kishtë ndodhur më përpara dhe kjo të bënd të ndihesh vërtet krenar, pastaj kur finalizuat me top 10 e botës, më të mirë botës, është arritje të vërtetën dhe kjo pasoj dhe me një rekord të ri kombëtar, që të regon që 2 sekonda më pak, apo jo? Po, sigurisht, po kur je në këto nivele, këto sekondat janë shumë të rëndësishme dhe janë shumë vërtet. Gjithsesi, unë pretendoj dhe më shumë se kaq, sepse gara ndoshta nuk shikohet e gjitha, sepse fokusi kryesor ishte tek pretendenti e parë,
por që kanë bërë dhe disa gabime taktike rrugës, që janë minus në sekonda, por që... Që ju kanë penalizuar juve? Ndoshta për një rezultat më të mirë dhe ndoshta për një pozicion më të mirë, por që kemi vitin tjetër shumë të rëndësishëm dhe pse mos të realizoj atje. Megjithatë, kishe pritshmëri që mund të ishe në top 10-shë? Kishe këtë lloj besimi? Ne e dim që ti je shumë ambicioze dhe mendon gjithmonë për medalje dhe për qenë në top klasifikim. Okej, jam ambicioze, por që një të them disfavor që unë kam është që nuk jam shumë optimiste si natyrë dhe trajneri këtë më vërë gjithë kohës, por që gjithmonë i besoj atit sepse a i shikon gjërat shumë e qartë se unë edhe më thaj ke gjithë mundësit për të bërë rekord kombëtar. Sigurisht, rekordi do pësonte me një pozicionim të mirë, sepse koha është ajo sa më shpejt ta bësh aq më mirë është pozicioni. Ndërkohë, si u prit Luiza me ardhjen këtu në Tiranë, në Shqipëri, pas këtij suksesi? Të vërtetë ndoshta gjithë presin atë medaljen e madhe, por që është shumë herët për Shqipërinë që të ndodhi, është herët për faktin se kemi shumë mungesa. Flasim qoftë edhe për më minimalet, ne na mungon infrastruktura për këtë pjesë, dhe unë këtë pjesë e vuaj jashtë masë, gjë që më penalizon qoftë në shumë stërvitje që nuk mund t'i kryej siç duhet, pra... Vazhdoni të thoni me kilometra larg, sikur se e keni thënë shumë herë në media? Unë qoftë se do flasi për sot, më falë që unë ndërpres, kisha lënë gram, për të stërvitur, po. Rapim gjatë që duhet ta bëja patjetër te liçeni, sepse nuk ka vend tjetër ku mund ta bëj dhe e kisha të pamundur të vrapoja, sepse është një dyndë njerëzish, sigurisht është vendi i tyre, është vend për to, por që pra unë nuk realizoj dot seancën time stërvitore, qoftë se do flasim për këtë, edhe unë për kushtet që kryej stërvitjet, jam vërtet shumë e lumtur për këtë arritje të drejtën. Pikërisht, sepse ju edhe më parë keni ngritur si shqetësim faktin që duhet të thoni me kilometra larg për të kryer stërvitjen edhe në Elbasan apo jo. Vazhdon të mos ketë një pjesë për ju këtu në kryeqytet apo jo? Jo vetëm për mua, pra se ndoshta, okej, sigurisht ndoshta Luiza është për momentin ajo, por që duhet kuptohet nga flas nga strukturat shtetërore që ne kemi mundësi për të qenë majat botërore, por që pa infrastrukturë është pamundur, është baza, do me thënë, është baza dhe mund vje keq sot që flas që duhet flasim për sëri mbas kaq shumë vite që unë bëj sport për një pjesë vrapimi, sepse në këtë formë nuk motivoj qoftë dhe të rinj, qoftë dhe fëmijët, ndërkohë që sot duhet ishte ndryshe, unë duhet bëja qoftë thirrje fëmijëve të merren me sport, merren me këtë sport, sepse ne vërtet i kemi mundësitë edhe Blumin e kemi, talentin e kemi. Kemi talente, jam e sigurt që kemi. Jam e sigurt që në të ardhmen pse jo mund të merren medalje, qoftë edhe një kampionat të tillë. Altin, që mendon ti për këtë? Duhet patjetër që të presim ne medalje ari në kampionat botëror për të nderuar një sportiste të tillë, duke marrë parasysh që është një sukses i pa arritur më parë? Unë s'jam zyrtar, unë jam i gazetar, unë mund bëj. Gazetari ka forcën e fjalës. Para se të flas për Luizën, çojmë këmbë dhe të them, nuk mund të flas ulur për atë që ke bërë për Shqipërinë. Tani trendi ka filluar që vetëm ulen, e ke parasysh ajo me martesa, me gjëra, por këtu duhet të çosh në këmbë dhe të flasësh për një atlete me përulje, e cila për herë të parë na çon kampionat botror. S'kemi qenë ndonjëherë në listën, në hartën e kampionatit botror. Nuk kemi qenë kurrë në një garë të kampionatit europian, pjesën e madhe, nuk na kanë njohur, nuk ekzistonte. Kemi pas atletat mëdha, Pavlina Euro, dhe atletet tjera që kanë shkruar historinë, por në këto nivele nuk kemi vajtur kurrë. Dhe kjo vajzë, kjo është e jashtëzakonshme. 45 kg, 44 ka rënë tani për të vrapuar. Se ku e mban shpirtin nuk e di asnjëri. Vrapon pa pistë, bën sport pa lek dhe çon Shqipërinë në këto nivele. Nuk më duket normale, nuk e di. Çfarë mund të presim më shumë? Nuk e di, është e jashtëzakonshme. Pak më parë po shkruaja dhe më erdhi ajo që në këtë Shqipërinë e tymosur, të kafeneve, të çajit, të kafes, se çaji është çik klas, është Buckingham Palace, po të cigareve, të alkoolit,
dhe shikojnë këtë si një UFO që vetëm vrapon, që nuk ka pistë, nuk ka mbështetje, nuk ka njeri ta presin në aeroport, sepse ka dalë e nënta. E nënta nuk del do të lagje, jo dalësh në gjithë botën që s'kemi vajt kur, dhe profesor Sajdini e di shumë mirë këta. Qiko, unë për digjoj me vëmendje dhe ktheja filmin kohën time, këtë filmin Kuadro para mbrapa. Njerëzit që janë marrë me sport, apo merren me sport aktualisht, kam përshtypjen se vetëm ata e kuptojnë se çfarë lloj rezultati është, që është me të vërtetë rezultat që mund ta kenë ëndër breza. Sikur të ndodhte që Shqipëria, siç dalin këto, jo e mjedisit, jo e ushqimit, nuk e di unë çfarë. AKU-s. Sigur të dalje 112 apo është 130 dhe shkon 112, çajnë televizorë, bëhet lajm, se fituam 2 vende, fituam 3 vende, do më thonë përmirësuam. Tashti, një atlete që të vije 9, të futet në 10 atletet më të mirat botës, është eveniment. Bile besoj që duhet ishte bërë festë, pse ajo jep një shtys edhe për atletet e tjera dhe për njerëzit që merren me sport që do vinë. Dhe një diplomate e vërtetë e Shqipërisë në botë. Edhe mua biçmja është që të thyen edhe gjithë ligjet e futbollit pa pista. Në kohën time, kur Luiza ka qenë e vogël ose s'kishte lind fare, të paktën me atë lloj fukaralliku ishin 5 pista, që i numëroj unë tash shpejt. Stadiumi Dinamo, Mustafa, Korça, Elbasani, nuk e di kush ishte, Shkodra, që pistat ishin, kurse tash po është atletik, sa i thonë, këndojnë Bret Koca në thatë, kur. No Bret Koca në thatë, do uj, do ato të vetat që tiki. Me të vërtet, edhe ky lloj indiferentizmi është për të ardhur keq. Se kjo është një shembull i keq, se deziluzionon edhe brezat, edhe njerëzit. Se po të vazhdoj unë kështu, edhe që na dëgjojnë në televizion, deziluzionojnë që t'i them unë asaj që do të vijë një ditë që do marrësh 150.000 lekë pension, 100 euro pension, me këtë kontribut që ka dhënë. Ashtu si shmet. 7 herë kampione Ballkani, më tha mu dalë në Ballkan e kam në intervistë, zoti Sajdini, 7 herë kampione Ballkani. Gjithsesi, unë dua vetëm të theksoj që për të arritur këtu është vërtet i sakrificë e madhe, përveç infrastrukturës, është edhe sakrifica që ti duhet bësh si person, pra për sportist elitar, janë shumë të rëndësishme gjumi, regjimi, ushqimi, masazhi. Pra e gjithë 24 orë që i rrotullohet e gjithë rreth stërvitjes, ti nuk bën dot një jetë normale si gjithë rinia, ose unë për vete nuk e kam bërë dot, edhe po mendoja që kur mund të kem dalë një herë, të kem arritur orën 12 natës, në fest. Sa vite mund të ketë. Pra, këtu besoj të kupton pak edhe ditëlaj. Kur të mëroj Luiza, do të thamë edhe unë 2 fjalë, po për Luizën. Unë pjesën nuk mund të jesh qoftë në gëzime familjare, sepse ti unë duhet të jem mal duke u stërvitur, sepse ndoshta shumë njerëz nuk e din distanca që unë bësh dhe i sakrifis tjetër. Duhet stërvitemi sa më lart mbi nivelin e detit për të pasur rezultatet sa më të mira, dhe unë po them 70% të stërvitjes si kryej normal, pra duhet të jem larg çdo gjëje. Shpeshherë jam e vetme, që vetëm me trajnerin dhe psikologjikisht shpeshherë kam shumë vështirë, duke qenë që jam e vetme sportiste këtij niveli dhe këtyre distancave për momentin, dhe ndoshta vendet tjera kam pak më të lehtë këtë gjë, sepse shkojnë si ekip, ka masivitet, ka nivel, nuk është vetëm një Luizë, ato janë 20 Luiza që kapin qoftë normën botrorit, ose trajtohen kushte sigurisht me një staf, me një ekip me vete. Unë shpeshherë bashkë me trajnerin qeshim kur thot, po kush është stafi juaj, dhe i gjithë stafi im është trajneri. Pra trajneri bën doktorin, bën fizioterapistin, bën masazhatorin për mua. Psikologun, shumë e rëndësishme. Sigurisht, i gjithë stafi është ai, dhe unë për këtë e falenderoj pa mas, do me thënë ka i kontribut të jashtëzakonshëm në curin time, dhe vetëm pasioni atim ka shtyrë që dhe besimi ati që do me thënë ka pasur ndaj meje, ato që shikonte që unë mund të arrija larg, gjë që unë nuk i kam parë kur të vetja kur kam filluar sportin me të, më dukeshin është kombinativ për shtatës, që të futin e garë tjetër, se që kur bëri këtë televizje, kanë ardhur rezultatet e jashtëzakonshme, të përshtati më mirë.
Sepse në normalisht... disiplinë. Në fakt, unë mbajmënd duhet të ndaj Jo që një të themi edhe detaj. pak teknikisht, se është e rëndësishme kjo. Po, ditë marrë dhe të flasim. Po, një koment për Luizën. 2-3 fjallë edhe unë për Luizën. Luiza, në thonë, unë kur isha pjesë e Skënderbeut, Luiza stërviteshe tek stadiumi Skënderbeut. Ati stërvitim gjatë verës. Në Korç, dhe normalisht profesori Sulqe di që gjatë periudhës verët futbollistët kanë kulmin e ngarkesave. Dhe ne, kur vinim stërvitje, në thonë, këte e gjenim në duke vrapuar. Dhe kur mbaronim që ne ishim të shkarkuar fare nga energjit, edhe shikonim përsëri Luiz duke vrapuar. Dhe ne që shikonin njëri tjetër në sy me thonë, ore, nuk o lokë njëri duke vrapu. Kështu që ajo ka ditë kampione. Ajo ka ditë kampione dhe gjesti që bëri Sulqe këtu duke ngritur këmbë, me thonë, do të bëjmë gjithë ne si qytetarë në radhë parë, për atë rritje që ka bërë, sepse aty valvitet flamuri ishte shqiptar. Kështu që të valvitet flamuri shqiptar të 10 flamurët më të mirë në botë, duke di se çfarë lloj konkurrenca është në atletik. Promovimi e zakonshëm i Shqipërisë. Kështu që është edhe shpresoj që edhe qeveritarët edhe nuk e di këto më thonë, një sportiste kështu më thonë. Edhe 15 mirët, kjo duhet të ngrohet në diell për këtë rezultat që ka bërë. Ligji vendoset nga njerëzit dhe kur arrihen rezultatet larta, kur një njeri ka një ndikim të jashtëzakonshëm në sport, në gjenerata, se ka arritur për herë të parë një kampionat botror, nuk kemi qenë kurrë, që kur jemi formuar, e deri sot nuk kemi qenë kurrë. Atëherë, dikush duhet të shikojë, ky njeri, çfarë duhet bëjmë për këtë njeri? Që ta ndjekim brezat e rinj. Sepse është dhe respekt për këtë. Për çfarë nuk jep shteti shqiptar lek? Vetëm për sportistë elitarë është e vështirë të japi. Është e tmerrshme. Para se të fillonte emisioni, po diskutoja me Luizën e urova edhe për arritjet që ka bërë, edhe për faktin që na ka bërë krenar, edhe aq më tepër në një arritje botrore, dhe e pyeta nëse ka pas në interesim nga shtetet e huaja, duke parë talentin që ka, sepse kemi parë shpesh herë sportistë që kalojnë nga një shtet në një shtet, përfaqësojnë në një shtet tjetër, dhe më tha që ka pas oferta shumë serioze nga Turqia dhe Azerbajxhani, që janë shtete realisht nga anë ekonomike shumë të fuqishme dhe për më tepër kanë vullnet për ta ngritur emrin e shteteve të tyre sa më lart. Pra është e kundërta e asaj që ekziston këtu. Ashtu siç tha Sulqe, domethënë që nuk mund të bësh një ligj të tillë që ligji duhet lidhet me kontekstin e vendit, me kushtet që kemi ne. Absolutisht. Në një vend kaq të vogël sa joni dhe duke marrë parasysh që kemi ardhur nga një sistem dhe që na ka lënë pasoja dhe jemi akoma në tranzicion në çdo fushë të jetës, këto sportistë, sidomos të sporteve individuale dhe peshngritja për shembull që ka pas shumë rezultate, ne duhet i inkurajojmë në atë mënyrë që mos na ikin, sepse fare mirë është ajo që tha edhe profesori, domethënë me 150.000 lekë pension kur të lëri sportin, nuk mund të mbajë frymën gjallë. Okej, Luiza po t'ishe për tikur kishe ikë me kohë, se tani në moshën 30 vjeçare misioni nuk është ky. Luiza e ka thënë dhe më parë në intervista tjera që s'e ka menduar asnjëherë. Gjithmonë kam menduar dhe e besoj vërtet që mund të ndryshojnë gjërat. Domethënë dhe pse s'duhet të ndryshojnë, sepse sporti gjithë bëhemi krenar, qoftë për futbollin, qoftë për peshngritjen, qoftë për kështu kur dëgjojmë që përfaqësohemi sa më mirë. Pra ne kemi dhe shumë vlera si kombe dhe këto i shfaqim shumë më mirë në sport. Dhe mendoj dhe këtë që sporti tregon dhe zhvillimin e një vendi, domethënë çfarë ka Kroacia më shumë se ne, themi për sa i përket pse ka investimin dhe Kroacia sot nxjerr kampion bote qoftë në atletik. Do me thënë sepse investojnë sport. Unë mendoj në fakt që ndërpres që ligji i sportit është shumë i gabuar për vetë faktin që pra ato kujtojnë kur ti arrin në treshet botës, është shumë vështirë të shkosh aty. Në gjithë shtetet ndihmohet që ti të shkosh aty. Pra ndihmohet gjatë rrugës, sepse nuk ke se si shkon aty nëse ti nuk ke një. Në fakt është pak ironike Sulqe, sepse thuhet nga qeveritarët tanë, edhe kur u bë ligji i sportit, jemi shumë krenar, kemi marrë këtë ligj referuar Greqisë apo vendeve tjera europiane, por sa na vlen ne. Ne vjedhim ligjet, por harrojmë që nuk jemi në të njëjtin nivel me këto shtete. Duhet kuptojmë ca gjëra. Ne në disa sporte përshtatemi. Si peshngritja është një sport i cili është elitar dhe her pas here ka sjell
medalje me Pirodhimën, Luan Shaban, pavarësisht se ata kanë qenë për llogarit Greqisë, por janë djemë që kanë lindur nga ky vend dhe tani me Godellin, Caljen, Qeriman që prapë na sollën nga Kupa e Mesdheut para 2 ditësh, tjera medalje, Krenor, Shorajn e tjerë. Por e veçanta te Luiza është se ne po na hapi dritare të re. Nuk ka ndodhur kurrë atletik, nuk kemi pas shans. Kjo është e veçanta. Dhe kur është diçka e veçantë, njerëzit duhet të mendojnë me një mënyrë të veçantë. Nuk kemi pas. Serbët nuk kanë peshngritje. Kavaja, thot zoti Sejdini, nuk bën basketbol, prodhon futboll. Është preja vetë, është unikale. Janë disa gjëra që shqiptarët shkojnë te peshngritja, shqiptarët e kanë qef futbollin, volejbollin për meshkuj, edhe për femra, kemi vajtur në Kaçë, Final Four, na përshtatet. Atletikën kur, atëherë na vjen një yll, na zbret në tokë, e ne I themi tani, jo, po ti nuk po ndryqon shumë, ti nuk ke shkëlqim në duhur, ne duhet ta vlerësojmë këtë. Dhe kjo duhet bërë nga drejtuesit që rrinë atje, dhe nuk dalin në aeroport ta presin. E të mërshme, dhe më thënë, kjo është pa konceptushme, munges respekti. Tu ulesh në zyrë, ta shikosh në koltuk, jo po s'ka dalë, shikosh tigrin dhe luanin, duke u zënë aty, dhe ti tu ulesh dhe të pozicionohesh aty, jo po se kapi mirë, nuk e kapi aq fort, nuk e goditi kaq. Jo, ti duhet shkosh, paktën minimumi me I tuf lule dhe me I flamur shqiptar, e ta përqafosh të vajzë. Që vrapon ditë e natë, atë që tha ditë miri. I le futbollistët me kilometra tërë dhe me orë pas. Kaq mund të bëjmë. Që paktën pas kemi lek, po dashuri kemi. Mund ta japim këtë. Po ne për lekëve, ne na mungon edhe dashuria. Kjo është e tmerrshme. Si ta bëjmë një llogari kot nga futbolli po e bëj. Si t'ja masësh me metra, me kilometra, ajo mund të jetë në Giron e 2 të botës, një e ka marru. Besoj. Po, si ç'është kjo? Aty në aeroport edhe fëmijët shkollave të kishe çu, vetëm promovoje një sukses, promovoje sportin. Absolutisht. Po kisha asgjë të keq. Po profesor, po gjatë Gjiros botës kur ka kaluar në Shqipëri, këta tanët kanë qenë gjumë. Edhe se kanë pa, kupton. Megjithatë dua të flas pak për gjërat bukura me Luizën dhe për objektivat e radhës. Kush është objektivi I radhës? Tjerë objektivi më I madh sigurisht është viti tjetër që janë lojrat olimpike, Tokyo 2020, ku janë dhe kualifikuar. Çfarë pretendon nga ky kompeticion? Të njëjtën gjë që bëra në botror, për vetë faktin që unë 2 vite, në vitin 2016 që ishte viti lojrave olimpike dhe në 2017, 2 vite rresh kam pasur dëmtim në tendina dhe për fat keq nuk kam mundur të përfaqësohem të paktën në lojra olimpike siç duhet, ndërsa në kampionat botror në 2017 që ishte në Londër nuk vajta fare sepse isha e dëmtuar dhe sigurisht që sporti ka dhe zhgënjimet e veta, por që për sportist paktën si unë, po flas për veten time këtu që lodhem vërtet shumë, stërvitje, 2 herë në ditë, 13 seanca në javë e tjerë, të finalizohet me një dëmtim është vërtet shumë e dhimbshme sepse gjithë ajo lodhje që ti ke bërë diell, shi, të ftohtë, ngrohtë. Garat nuk janë të njëjta si futbollistëve që luajnë çdo javë. Vjen nga një zhgënjim dhe isha vërtet psikologjikisht keq për këtë pjesë, edhe doja patjetër të finale. U stërvita fort, u munduam që të eliminojmë ato terrene që ne stërviteshim. Terrenet e vështira, po. Sepse unë rrin lart Korçës, por që terreni atje nuk është shumë I mirë dhe bën që duke qenë që nuk është shumë I sheshtë, bëri që unë të dëmtoja për 2 vite rresht tendin. Pra, vitin tjetër, duke qenë që pati zhgënjim në lojrat olimpike të Rios, duhet vërtet të finalizoj me ndoshta një arritje më të mirë se botrori. Sigurisht përgatitjet fillojnë qoftë që tani edhe finalizohen me garën e Tokios. Shpresoj shumë që t'i arri. Dhe ne ta urojmë me gjithë zemër këtu në studio, mendoj patjetër edhe gjithë audienca jonë, ndërkohë ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe do të kthehemi në pjesën e dytë për të folur edhe për kampionatin. Mirë, kthehemi për të folur për javën e 7 të kategorisë superiore. Fillimisht do të ndjekim edhe rezultatet e ndeshjeve, por edhe tabelën e klasifikimit. Regjia na ndihmon. Atëherë, Flamurtari dhe Tirana ka përfunduar me shifra 2-2, Partizani Teuta 1-1, Skënderbeu Luftëtari 2-0 2-0 është një
lapsus aty. Laçi dhe Bylis, barazim pa gola dhe Kuksi Vllaznia 1-2. Ndërkohë, do të shkojmë tek tabela e klasifikimit. Bylis 12 pikë dhe ndiqet nga Vllaznia me po të njëjtin numër pikësh, Teuta gjithashtu 12 pikë, Skënderbeu mban të njëjtën numër, Tirana 11 pikë, Partizani 11, Kuksi 10, Laçi 7, Luftëtari 5 dhe Flamurtari 2. Mirë, fillimisht do të flasim për ndeshjen midis Kuksit dhe Vllaznis, një ndeshje në fakt ku pritej që skuadra e Verilindorëve do të merrte një rezultat pozitiv, duke marrë parasysh edhe potencialin që ka kjo skuadër. Megjithatë do të ndjekim pa kronikën dhe kthehemi në studio për ta diskutuar. Altin, mendohej se këtë ndeshje do ta fitonte sulmi potent i Kuksit, por në fakt doli që triumfoi mbrojtja shumë e fortë e Vllaznis. Si e peti këtë? Mendoj që sot u vërtetua edhe një herë ligji i futbollit, nëse ti nuk shënon, e pëson. Është i pashkruar, por është i vërtet. Me ato raste që humbën lojtarët e Kuksit, besoj që vështirë edhe Gea do e kështë shënuar aty, isha i bindur që po ti dilte i rasti aty vetëm e portën Gea. S'do kisha humbur aty. E humbi atë rast? Se humbja kur. Oke, ja. Dhe pastaj pësua. Me jetë, unë shikoj që Vllaznia është interesante në këtë fillim kampionati. Duke trajneri Mirsad Yunus i vendosë mirë, mundohet i marri maksimumin çdo ndeshje, duket serios dhe këtë bëri dhe sot. Të paktën mendoj që Vllaznia mund të merrte një pikë, fitoria duke i vështirë, se Kuksi natyrisht është favorit dhe Vllaznia ishte outsider përsa i përket ndeshjes. Po ky kampionat deri tani po tregon me 4 skuadra nga 12 pikë, po tregon që është i çmendur fare, nuk ka logjik. Dy të tjera janë një pikë më poshtë, Partizani me Tiranën me nga 11 pikë që shkojnë tek vendi i 6 dhe e parafundit me 7 pikë, vetëm Vlora që nuk duket që është largë, janë gjitha skuadrat aty, kur fiton njëra, humbet tjetra. Edhe sot, mendoj që ultimatumet tu po thyen, por ka një shans të madh trajnerët në këtë moment. Kritiku ka shumë drejt, po këto që janë shumë të rritë për kampion, sikur janë pak shumë, se është ty lapsi, se do të ishin nga 17 pikë, 18 pikë. Megjithatë, ju besoj nuk e keni këtë lloj presioni që kanë skuadra si Kuksi apo Tirana nga presidenca, pretendohet shumë. Normalisht edhe ne kemi ato synimet tona, pretendimet tona për këtë kampionat, por që puna e presionit, më thënë, nuk është se du të marrim kështu, se tani çdo punë ka presionin e vetë, edhe po t'jesh polis ke presione, po t'jesh futbollist. Presionin për fituar gjithmonë Kuksi e ka vendosur dhe një ultimatum në fakt presidenti Gjici që duhen fituar patjetër ndeshjet, madje 3 ndeshjet e fundit. Presidenti Gjici duhet të merreshin pikët maksimale. Njët për këto fitore që kërkon gjithmonë fitore. Kemi parë disa ultimatume ditëmarë. Prandaj futbolli kemi parë ultimatumet e Tirana, ultimatume edhe të Partizani që më pas fitores u pëtsoj një metamorfoz dhe ndryshoj. Ne gjithmonë shpikim gjërat të reja. Gjëra pa gjërat, a logjike. Të si ka mundësi që një trajner t'i vetë një ultimatum, po s'more 3 ndeshje 9 pikë, ti do ikësh. E para punës nuk është etike, e dyta ti hiqe, po s'ka nevojë që ta shpresh hiqe. Unë s'jam kur me këtë teknën, po e marë në ekstrem. Duke e komuniku, ti e fut në stres edhe lojtarit, edhe trajnerin, edhe gjithmonë dalin nga shinat, apo dalin nga linjat. A është një dhunim profesional ky? Po, jo dhunim, po është masazh, po të pyesësh mua, me gjitha të po e pranojmë kështu si që është, po jo deri në këtë ekstrem. Është alogjike. Po të shohësh ndeshjen sot Kuksi me Shkodrën, Vllaznia është aty ku është, se edhe po ta marrësh teknikisht, po të thyen edhe ligjet e sportit, si thot Luiza, që s'kam pis, s'kam fush, do me thonë nuk kam ambient ku bëj stërvitje dhe dolje nënta. Do me thonë një njeri, jashtë nesh, po ta dëgjoj këtë thot, këta janë çmendur. Tash po ta marrësh Vllaznin,
me 20 ditë, kisha trajner, bica i lojtarë, më thotë mu, qa kemë profesor? Unë dali pari edhe pas servitje, pëse më kemë qafë. Kjo, unë bet edhe profesionalizmi. Edhe në lidhje me këto unë them që Vllaznia, pavarësisht nga fakti që është aty, po atë do ta vuaj. Edhe shifja sot që vinte aty në 16, që vinte në 20 metra, e merrte topin, domethënë ata më duket Vllaznia e di sa ka, edhe thot, kaj sa kam, hajde t'jap agonin. Është e vërtet që ka disa probleme në repartin e avancuar tek Vllaznia, por tek mbrojtja të paktën, po tregojnë që janë një ndër skuadrat më të forta. Si këtë, besoj unë, këtë duhet ta parashikon dhe këtë një... Është e vërtet që duhet ketë një plan B për ekipet shqiptare, por fatkeqësisht asnjë ekip, ndoshta duke përjashtu pak Tiranën prej trajnerit, mentalitetit që ka fut që me ardhen në krye Tiranës që aplikon një lojë sulmuese, në përgjithësi ekipet e tjera luajnë në varësi të kundërshtarit. Dhe është e vështirë për ekipet që në letër janë pretendente si puna Kuksit apo ku diun Partizanit, qoftë edhe Tiranës. Po dakord, më fal se ndo preva. Partizani, Tiranës sot, Partizani, Tiranës, Kuksit. Është logjike që do i mbledhen, të shim brava do t'i mbledhen ndoshta dhe Ballçit, për faktin se ajo duke ardhur, duke marrë pikë, ai do fillojnë ta vlerësojnë ekipet kundërshtare dhe mund t'i mbledhen nga mbrapa. Absolutisht. Atëherë, këtë një trajner e parashikon, ai sa e parashikon, kuptohet, edhe mundohet që të bëj një manovër në çik, po them trajneri, ai e parashikon puna se sa e bëjnë lojtarët, se nuk i thot trajneri atij që humbi 5 metra atje porta hap, që lojtar me kualitet. Po këto ndodhin. Dhe po t'i shohësh golat, edhe këtë dhe e mbyllon. Pa problem, pa problem. Po t'i shohësh golat janë 50%, 60% golave vi fundore. Po vi fundore poshtë, se e kuptoj me kokë. Vi fundore futbolli ka një ligj. Kur lojtari kundërshtar shkon vi fundore, një që i futet që ta pengoj, dhe gjithë tjerët shohin kundërshtari, nuk shohin topin ata. Një lojtar shkon vi fundore, gjithë shohin topin dhe nuk shohin kundërshtarin që bëhet këtu, dhe po t'i shohësh janë 3 gola sot, javën tjetër ishin janë 5 gola që u bën kështu. Ajo që vërë... Po t'a shohësh golin dhe këtë gol e Tiranës që e boni me koka i vi fundore një, aty mund 3 metra me që ishte portieri dhe një mbrojtës tjetër, nuk e di kush. Por... Më falë se ndërpreva, po... S'ka problem, jo, po flisim për Kuksin. Kuksi sot, në pjesë të parë, ka bërë një qarkullim topi shterp. Pasime horizontale, kalohet e Kotobelli në krah, kroson zona, aty ishin gjithë të rreshtuar ata, domethënë e prisnin fare qetë, dhe vetëm pjesën e dytë, një 10-15 minuta që filloi me këto zhvendosit e lojtarëve të krahut, pra të mes fushorëve u futën drejt qendrës shkurta që kalonte mes linjave dhe në aksionin e parë të rrezikshëm që bën një vertikalizim, gjetën golin. Ai rasti i dytë që e humbi ai Rocaj ishte një kundërsulm, domethënë që bëri Kuksi. Pra, këto ekipet pretendente e kanë të vështirë këtë planin B që praktikisht e ka të vështirë gjithë bota, por që këtu në Shqipëri nuk është se po e aplikojnë ose po përpiqen që ta përmirësojnë. Po shohim lojtar krahu që vetëm dalin atje në krah në ansorën fundore dhe krosojnë krosa thjesht për të hequr atë përgjegjësinë që unë po krosojnë zonë. Ka gjithë bota se është 6 pikë, 6 ndeshje Interi, 18 pikë. Në Shqipëri, nga 7 mundshme, ekipi pretendent ka gjysmën e pikëve. 50% pikëve. E shikon të Tirana, e shikon të Partizani, e shikon të Kuksi. Po në Itali, Barhan ata që luajnë Serie A. Interi 6 ndeshje, nuk e dim tani me Juven si mbyllet. 1-2 ishte. 1-2, okej. Juve kalon në 19 pikë, atëherë? Atëherë, deri tani si shikojmë. Ata që është në Serie A, dihet për mbrojtje dhe prapë ekipi shkon dhe merr maksimale. Shikon që këtë fenomen nuk e ka në Shqipëri. Por shikon dhe statistikat, golat e shënuar. Nuk prodhon dot gola ekipi. Nuk prodhon. Dhe ajo është qartë, një ekip kur Partizani të shënon gjys golin në ndeshje, gjys goli. Ai Brown ka 7 javë mishi bërin Superkupë edhe Maroja e mbylli. Rasti Partizanit. Solomon 3 kartona të kuq 2 gol. Dakor, por rasti Partizanit është pak specifik sepse trajneri akoma, domethënë, e nisi me një 3-5-2,
Tash i ka kalu një Trajneri ka 4-3-3. aqen verë me që të kupat e Europës. Po pra, po Ka vera. pasur kohë mjaftueshëm për ta njohur skuadrën. Edhe në botë tani ky fenomeni është bërë që trajneri në bazë të rezultateve do shkoj. Trajneri, dakord, ziu me këtë, ziu me Ndimsin, ziu me lojtarin, Iqasanin, për Zë Trashin. Ore dy lojtarët më të mirë, Partizanit nuk u futën. Gjithë kampionatin. Dhe klubi donë të tishiste me e bukra në verë. Po si do të dishesësh kur ti i kënë stol të rezervave? Po mirë, ka diçka, të thëmë diçka, lidhe me këto lojtarët Asani, apo ku diu Bardhi, që... Se do shkëputemi nga tema, se jemi Jo, lidhe me trajnerin. Unë vura re, do më thënë, prandaj e pash Partizanin para derbit me Tiranën, e pash shumë të rrezikshëm, sepse me shkrimin e golit që bën me... Po nuk e referohemi aty, se ishte vetëm sa për plotësuar ide, që që mos shkojmë atje, se jemi të njësi. Edhe për Partizanin, kështu që... Ideja është tu, dhe më thënë, që pas shkrimit golit, po t'i vësh re të gjithë, me Trashi, me Asani, me të gjithë shkun dhe përqafun trajnerin, pra kanë gjetë një lloj paqe, një lloj harmonie, dhe kjo ka ndiku dhe për mirë. E dje me Asanin që harmonie ishte? Po sepse ishe zgjidhje taktika, jo. Pa e pe më buri dhe jo, ate ka përshdo ndeshja, unë shikoj body language lojtarit, nuk më duhet mua sepse, o zotëri, unë shikoj se qa respekti ka lojtari për trajnerin. A i ka bërë çdo ndeshje, çdo ditë. Po sepse lojtarët tanë... Një të gjë ka bërë Asani. Sa shkon e shikon sy kështu njërë kështu. Heshtja në njërë është dhunë, në? Absolutisht. Heshtja, e shikon kështu. 10 sekonda trajneri. Qa do t'i bështë, do më thënë? Oke. Do më thënë ti shikon harmoni, kur... Mirë, në rregull, të them diçka. Kone Faruku dikte jashtë nuk edhe thema. Hasmi po qafohet, Lurian. Jo, ka diçka. Me Asanin në ndeshjen e fundit ishte... Po mos njeli me mëse jemi në ndeshje tjera tani. E thash vetëm për i parikalim. Duke qenë se dhe minutat nuk na premtojnë shumë, ne do të shkojmë tek skuadra e Partizanit, tek ndeshja që luajti me Teutën, do të njekim kronikën dhe do të diskutojmë pikërisht për këtë ndeshje. Partizani ndahet me një pikë nda kjo ndeshje me Teutën. Faruk, profesor, si e shikon këtë? Është një pikë që ka humbur Partizani, apo duhet të ndihet me fat, duke marrë parasysh faktin që ka luajtur për shumë gjatë me 10 lojtarë? Unë mendoj se ashtu si u shtjelluan ngjarjet apo si erdhi loja, duhet të jetë e kënaqur për faktin se Partizani ngeli me 10 lojtarë. Me 10 lojtarë është e vështirë në përgjithësi. Kuptohet me emrin që ka Partizani apo me atë, si thush, riprezën që kishte marrë nga ndeshja që luajti me Tiranën, mund ta suportonte pak atë, se kishte dhe anën psikologjike të mirë. Po që ishte e vështirë, kështu që në rasti konkret pastaj duhet marrim parasysh që lunte edhe me Teutën. Teuta nuk është një ekip, po themi nga këto vendet fundit, është një pretendente. Me pretendime, po. Deri këto momente që ne flasim është pretendente, edhe me pikët që ka. Është një ekip i stabilizuar, me vërtet nuk ka shumë emra, siç mund të ketë Kuksi apo ndoshta edhe Partizani, por është një ekip që luan futboll edhe diti përshtatet situatave. Dhe fakti ishte që Partizani ne vun vështirësi. Ashtu si ndoshta edhe Partizani kishte shansin që mund ta fitonte ndeshjen. Edhe ashtu siç erdhi, po ajo Durrësi po ta kishte administruar pak më mirë kur ishte me 11 me 10 lojtarë Partizani, por në fakt pam edhe që u tregua shumë agresiv skuadra kryeqytetese. Edhe në momentin kur mbeti me 10 lojtarë. Partizani meriton komplimenta për këtë ndeshje, duke pa që ngeli me 10 veta. Tek Teuta është një qetësi. Jepet ka trajnerit dhe është një shembull, do të thënë presidenca si funksionon. Mbase edhe eksperienca e presidentit Edmondo Sambelliu ka i vite, ka bërë vetën, se është një ndër presidentët e parë që... Bajnë gjithmonë një profil të ullët, në fakt, të klubi Partizanit, presidenca. Jo, po flasë për të Teuta tani, në këtë moment. Po, ndjes të Teuta. Ashtu? Gjithmonë, largë mediave, largë polemikave. Respekton, do më thënë, institucionet trajnerit, i jep ko një djali talentuar, një generatë e talesi, që është Blendi Shkëmbi, është për të marrë shembull nga mënyra që nuk ndërhyn, e le të qetë, e le të punoj, jep kohën e mjaftueshme, sepse mos harrojmë që edhe Ferguson fillim ka pasur rezultate katastrofike. Dhe më pas i dhanë besime dhe u bë Sir Alex Ferguson, që arriti majat dhe shkruajti historinë me Manchester United duke afruar Liverpoolit me trofe, me Champions League, me historira tjerë zakonshme. Pra,
atë që ne diskutuam pak më parë me zotin Sejdini, që duhet dhënë kohë. Nuk mundet të bëhet nga dita në ditë, trajnerit të japi idet. Por kur ti shikon diçka pozitive të ky trajner, kur shikon që me gjithmonë është çështje fati, është çështje momenti, është çështje përshtatje. Por edhe objektivat i ka arritur në fakt Shkëmbi, edhe në sezonin e shkuar. Ndurrës kjo mbizotron gjithnjë, kjo lloj qetësie ka qenë gjithnjë karakteristik. Po nëse ty nuk të vijnë pastaj rezultatet, është histori tjetër. Ndërkohë tek Partizani u rikthye përsëri një ves i vjetër, që është ankesa ndaj arbitrimit. Në fakt arbitrimi duket se pati pak probleme në këtë ndeshje, apo jo, Lorian? Nuk mendoj se do probleme. Ndërkohë regjia mund të ndihmojë edhe me raste, më vjola? A ishte një karton i dytë i verdhë dhe mos e i merituar. Të mos bënte llogari me arbitrat, por gjithë çështja qëndronte tek ekipi i tij. Nuk i shikonte fare këto faktor të jashtëm. U rikthye përsëri ky lloj. Më thuaj pak, do ta ndihmojë apo do ta dëmtojë më shumë skuadrën, sepse historia ka treguar që e ka në fakt e ka dëmtuar. Kam përshtypjen. Ndoshta mund të jemi gabu. Zakonisht futbollistët shpeshherë transmetojnë në një farë forme edhe sjelljen e trajnerit. Kam përshtypjen se ky trajner italian Lerda duket çik më shumë se ç'duhet ekspresiv në këtë sens. Edhe kam përshtypjen që ngaherë ajo transmetohet edhe ke futbollistë veçantë, që janë çik më impulsiv. Edhe duke qenë më impulsiv, transmetohet ajo që ndodh te stoli me trajnerin kur ankohet apo shkon ke arbitri 4, edhe instinktivisht transmetohet edhe ke futbollistët. Dhe po të shohësh bësh një paralelizëm në ekipet që trajnerët janë më të butë, janë më të sjellshëm, edhe ekipi vetë merr atë hijen e trajnerit edhe e trashëgon atë. Kam përshtypjen që prandaj ka ndodhur ky fenomen krahasim me Gegën. Gega ishte më i përmbajtur në lidhje Shumë diplomat. Në lidhje me këto ankesat, ishin çik më ekuilibruar. I butë në fakt është edhe trajneri Bledi Shkëmbi, por pam një lojë agresive, duhet thënë, edhe nga ana e skuadrës durrësake sot. Unë mendoj që Durrësi nuk e kanë traditë, po ndoshta presioni duke qenë me pikë lart, edhe duke luajtur ndaj Partizanit që është pretendent, kërkoj të ekuilibronte diçka, po nuk është në traditën e Durrësit ky fenomen. Ja, të shkojmë njerë tek një karton i verdh, i cili pretendohet nga skuadra e Partizanit, por që nuk është dhënë. Sigurisht që dy ndeshjet e tjera, Flamurtari Tirana ka qenë po ashtu një ndeshje që ka vend për diskutim, pasi Tirana ndalet nga një skuadër si Flamurtari, me vetëm 2 pikë, ndërkohë që pretendon shumë skuadra kryeqytetase. Bylisi po ashtu e prekëm edhe pak më parë në fillim të emisionit, që ja ka dalë që të marrë një barazim me skuadrën e Laçit, vazhdon të prish punë skuadrave Bylisi, skuadrave që kanë pretendime të mëdha. Megjithatë do të shkojmë në një blok reklamash dhe do të rikthehemi sërish në studio. Altin, ndalet Tirana për merit të Flamurtarit, apo ndoshta vazhdon të vuajë psikologjikisht dhe merr këto gola në sekondat e fundit? Pak çuditshme apo jo? Fakt, jemi gjithmonë të ultimatumet, sepse ultimatumet kanë qenë gjithë përfshirëse në këto kohë, jetojmë kohë ultimatumesh. Unë doja të analizoj pak deklaratën e Ardi Memës që tha nuk punohet në presion. Tirana ishte 2-1, ishte superiore, kishte mundësi që ta çonte ndeshjen, ta vriste me golin e tret, nuk e bëri, dhe vinë ato minutat e fundit, frymarrjet e fundit, kur ti nuk je i qetë, dhe gjithçka të kthehet në të kundërt. Vjen një moment, Flamurtari, pa financa, me 1001 probleme, pa tifoz, dhe gjen golin të Tiranës e një klub e cili ka investuar për gjithçka të tillë. Duket që klubi vuan anën psikologjike, derbi i ka shkaktuar një tjetër goditje, si gjithnjë. Deklaratat e fundit Alilit, 3 ndeshje, 3 fitore, kanë ndikuar në ekip. Jetojmë kohë ultimatumesh dhe natyrisht që duhet të bërë ose paksuar sa më shumë, sepse
si sta dhe mjeshtri Pankinës, ndikon në performansën e ekipit, jo gjithmonë shkojnë në rrugën e duhur me ato që kërkon klubi. Pra, ndikon psikologikisht dhe vjen një rezultat që është i pa imagjinueshëm për Tiranën, po të krahasosh investimin që ka bërë Tirana me Vlorën dhe dy kampet, cilësinë e lojtarëve, vjen nuk e mbyll dot ndeshjen dhe të merr pikën. Tirana humbi 2 pikë në këtë takim. Megjithatë, profesor, si e shikon këtë pozicion të trajnerit Mehmet tashmë me këtë humbje, me këtë barazim, por dhe me humbje në derbi, u pa në fakt që edhe vetë presidenti nuk ishte i kënaqur, kështu që... Po ti bësh një analizë, atë që thamë për para, Tirana sësë është në pozicion që është 6-7 pikë apo 5 pikë largë në pozicion që mund tjetë, po them, Flamurtari sot apo Laçi, edhe që të ketë këtë loja carimi. Po ka të tjera objektiva në këtë sezon, kërkon kreu. Po ta shofësh, po ta marim teorikisht, është 1 pikë, 2 pikë largë vendit parë. është 1 pikë. Kishte mundësi për të shkëputur, këtu që ndronë problemi i Tiranës. Do më thonë, po ta marrësh teorikisht. Është problemi ke Tirana, mua më duket, se di, unë nga largë e shoh, po aq sa mund ta kuptoj unë, problemi të Tirana është tek kompozimi që Tirana ka bërë, kompozimi që në fillim, blerje. Tirana, ti lojtar për para edhe e merë. Para se të marrësh lojtarë, ti do bësh një bilancë. Para punës, ti po pretendon për titull. Që të pretendosh për titull dhe mentaliteti i trajnerit është, që si që ka thonë, edhe me që shohim, është një ekip që luan sulm, se po futem shumë në anë teknik. Një ekip që luan sulm. Një ekip që ta kompozosh që do luajnë sulm, gjithmonë do sulmojnë, si që luan Tirana, ti, puna parë, nuk do mendosh për sulmin, se në sulm ti elçon vetë ekipin, ti do mendosh për mbrojtje. Një ekip që luan sulm, duhet detyrimisht këtë 3 mbrojtësat fuqishëm edhe inteligent. Por derisa ti luan sulm, kundërshtari do të kapi me kontrasulm, se do të thotë që kundërshtari luan mbrojtje. Dhe kontrasulmi do mbrojtësa inteligent, se mbrojtësat kur janë sasi, mbulojnë njëri tjetrin. Do më thonë e kisha këtu që mos futem të shumë ke ana profesional. Tirana është me qënë se është kompozuar shumë, duhet të ndrojë dhe qitë mënyrën e lojës, se nuk e shtrëngon të asgjë Tiranën që atë rezultat që mori atjet, lunde me kundrasulmin në Vlorë dhe kapte edhe bonte dhe gol një 3 apo gol një 4. S'kishte nevojë Tirana që vazhdonte sulmonte shumë bazë gjërë me Vlorën. Kështu që pastaj e vuan këtë edhe ka këto rezultate. Tani një mendim për Tiranën do të na japi dhe Gea, sepse Gea është tifozë e Tiranës. Po s'mund të them, domethënë e pranoj që nuk është në ditët e veta më të mira, sepse të humbësh ndaj Flamurtarit që është në fund klasifikimit, domethënë kjo nuk fale, duhet i merrnim ato pikë. Dhe në 3 ndeshje zhvilluara të dalësh vetëm me 1 pikë për një skuadër që ne pretendojmë shumë, pretendojmë kreun Aq më tepër këtë vit 100 vjetori duhet patjetër kurorzuar me një fitull. Kështu që po të rikthejmë edhe te ndeshja me Kuksin që humbëm, po të rikthejmë edhe në derbi që kisha shumë shpresa në derbi që mund të bënim një kthes, po që ai goli minutat e fundit. Mirë, do të kalojmë të flasim pak edhe për Bylisin, që luajti me Laçin, e tham dhe më parë, doli që t'i prish punë edhe skuadrës së Kurbinasve. Sigurisht që kush tjetër mund të na flasë përveç se Bicajt më mirë për këtë ndeshje. Në fakt, Laçi është menduar gjithmonë si një ndër ato skuadra me një mbrojtje shumë të fortë, por tashmë ka dalë Bylisi dhe duket se po bën më mirë në këtë repart. E ka friksuar dhe i prish edhe punë me këtë repart, apo jo? Bylisi 3 gola ka është ekipi që ka pësu më pak gola. Sigurisht, barierë e jashtëzakonshme. Po, momentalisht jemi ekipi më në formë. Si në sulm edhe mbrojtje, arma jonë më e fortë është grupi. Kemi një ekip me 70% me lojtarë shumë të rinj, që vrapojnë pa fund, do thoja, edhe është një armë plus për ne, por jemi edhe 3-4 veta me shumë eksperiencë aty, si që është duke fillu nga porta me Isli Hitin, i cili po përjeton një rinit të dytë, do thoja, edhe pse është një mosh që shumë thojnë është i madhe është i madhe. Po, veteran thojnë, po që aji nuk po njeh limite, edhe është një luks që e kemi në port, duke fillu pastaj edhe me Goxhen,
që ka nga Tirana, po ashtu edhe sulmuesi Gwindo Saliu, që ishte tek Skënderbeu, më thonë, një është lojtar me shumë eksperiencë, besoj është gështetu eksperienca me lojtarët e rinj, çka po bën që Byrësi po ecën përpara. Çfarë këshillash i jepni ju si lojtar me eksperiencë këtyre lojtarëve të rinj? Normalisht janë djem të ri, normalisht dëgjojnë. Kjo është ajo që është më pozitivja, janë djem që dëgjojnë, janë djem që kërkojnë të stërvitin mirë dhe stërvitin shumë mirë. Marrin këshillet nga trajneri. Ka frymë modestie pra në këtë. Po, janë shumë modest, plus që e thashme përpara, komponentët tonë kryesor është grupi, kemi pastaj edhe mbështetjen shumë të madhe nga ana e presidentit Kaplanaj, i cili jeton 24 orë në 24 me ekipin, me çdo lloj problematik aty, si dhe trajneri i cili është një trajner që na le të punojmë, është një trajner që ka sjellë qetësi brenda grupit. Me qenë se jemi tek trajneri, është shumë kërkues trajneri, apo jo, gjithmonë kritik edhe kur fiton edhe me 5 gola, si në javën e shkuar, prap ishte kritik për skuadrën, kërkon gjithnjë më mirë dhe përpos të gjithave shprehet qartazi që ne nuk pretendojmë kreun, ne kemi sfidë për qëndruar në kategorinë superiore. Po, trajneri është modest, më thonë, ne kam ndjek edhe intervistën mas ndeshjes atë ditë, paka shumë e kishte me mesfushën, sepse i kërkon futbollin e thjesht, kërkon futbollin 1, 2, 3 maksimum takime, edhe atë ditë mbas 13-0 në shqiptarët kemi pak që kalojmë në eufori, më thonë edhe aty 3-4 lojtarë filluan duke tërpruar pak me mbajtjen e topit, dhe është normale, po që trajneri prandaj është trajner, duhet ta dëgjosh gjithmonë dhe fjala e tij është, më thonë, është ligj. Kështu që edhe atë ditë, më thonë, ajo ka qenë arsye që ishte pak i mërzitur mbas ndeshjes. E thashë, është shumë kërkues. Kishim problem javën e parë dhe javën e dytë, sepse edhe ne 3-4 lojtarë, më thonë, kemi ardhur me shumë vonesë dhe nuk kemi bashkangjitur ekipit gjatë periudhës fazës preditore. Dhe normalisht, kur vjen tek një ekip i ri, do kohën e veç që të kolaudohet edhe ekipi, edhe lojtarë me qytetin, me trajnerin, me lojtarët, me gjitha. Kështu që e kemi vujt pak si me Teutën edhe me Vllaznin, por që kthesa jo më e madhe ka ardhur me fitoren e madhe në Korçë dhe besoj se deri tani jemi në rrugën e duhur. Megjithatë fokusohemi pak tek ndeshja me skuadrën Laçet, ku ishe protagonist me ato ndërhyrjet. Mos janë nxirr. Dhe ja duhet i gjykojmë tani se i gjykoj të tjerët, kështu që tani ka ardhur momenti për vetë gjykim. Do t'i nxjerrim pak regjia më ndihmon për rastet dhe kartonat e verdh të Bicajt, 2 kartonat. Eksperienca e Bicajt, portierit Hidi, që her pas here po ul qepenat e portës, Murata i mesfush, që është një lojtar 23 vjeç që ka tjetër grind edhe është një ndër lojtarët e perspektivës, po dhe Gondo para, kjo të tregon që ka harmonizim. Edhe shikoj dhe Kaplanajn më të pjekur tashmë, sepse Mosha bën punë e vetë. Beso Kaplanaj ka pas një nuhatje të madhe duke sjellë lojtarë si Olainga këtu, që ushitën shumë milion. Pra futbollin e di, e ndjek, ka një nuhatje, ble, kërkon, por tashmë e shikoj në një pozicion e një presidenti që e ka rritur... Që ndjek ndoshta modelin e Takaj me atë... Po është futur shumë i ri në botën e futbollit. është futur tani... Ka 15 vjeç që po, tashmë është dhe më i pjekur edhe shikon gjërat, është shumë e rëndësishme kjo për një president, këtë dhe vitet. Edhe stërvitjet edhe... Së fundmi dua të ndalem pak tek objektivat që ka, ndoshta edhe ato të fshehurat që keni, e mendoni veten ndoshta edhe pretendent për në fazën në pjesën në zonën europiane apo? Po pretendimet tonë, më thonë pretendimet edhe të presidentit, më thonë që mu më janë bërë ditura, por edhe në deklaratë në për media, objektivat tonë kanë qenë Europa dhe janë Europa. Kështu që a është vendi dytë, a është vendi tretë, fitimi i kupës. Do të shkojmë pak tek trajneri Edi Reja, i cili ditën e sotme ka shpallur edhe listën me lojtarët e grumbulluar për 2 ndeshjet e radhës me Turqinë dhe Moldavin. Do ta ndjekim dhe do diskutojmë këtu në studio qoftë për zgjedhjet, por edhe për shanset që kemi në këto 2 ndeshje të radhës. Mirë, kjo ishte edhe lista e të grumbulluarve. Lurian, si e shikon këtë vendim të Rejas, ndoshta për të përfshirë më shumë të rinjt? Kemi Risi, Seferin, por edhe Selahin, ndërkohë që është lënë në pritje Xhaka. Po me sa duket po merr masat,
sepse është ndeshja ai vetë ka theksuar, ne kemi thënë dhe në puntatat e mëparshme që kjo është ndeshja decizive e grupit për Shqipërinë. Pra nëse ne nuk arrim të marrim një fitore atje, atëherë çdo gjë për sa i përket kualifikimit në Europian, domethënë është shuhet. Kështu që mendoj që është një lëvizje e zgjuar për t'i dhënë mesazh edhe po themi atyre lojtarëve që ne ndër vite i kemi cilësuar legionar dhe e kanë trajtuar ndoshta disa për tyre kombëtarën edhe si pronë tyren, duke mos luajtur në klubet e tyre, duke u thirrur, duke shfaq performanca që kanë lënë shumë për të dëshiruar, kështu që mendoj që është një lëvizje e zgjuar për sa i përket të ardhmes. Ndërsa për sa i përket ndeshjes, mendoj që është një kundërshtar i vështirë, armën më të fortë. Për Turqinë flasim. Po, për Turqinë gjithmonë. Mendoj që armën më të fortë ka trajnerin, është një trajner që ka shumë përvojë, ka arritur ta shpallit të tretën botë Turqinë në botrorin e 2002-shit, ka suksese pafund Turqi, qoftë edhe si lojtar i Trabzonsporit në ato vitet e arta dhe ka edhe emra ma Turqia. Ka sigurisht emra ka pas gjithmonë Turqia, por ka pas vështirësi për të formuar grup, sepse janë përgjithësi me karakter të vështirë, janë Ballkanas, marrin flak shumë shpejt dhe shuhen po shumë shpejt. Kjo është një nga gjërat që ne duhet ta kemi parasysh, sidomos ndeshjen e të premtes. Duhet luajmë shumë me nervat e tyre. Qofse ne arrim arrim që t'ja opresim atë hovin që mund t'ju japë edhe publiku me mbështetjen e tyre, besoj që mund të marrim një rezultat pozitiv. Profesor, si e shikon ti shanset për një rezultat pozitiv me Turqinë, me një rival potent? Unë mendoj që trajneri i një ekipit përfaqësues tashmë më duket sikur ka marrë dhe konfirmimin që do vazhdoj, pavarësisht nga rezultati. Kështu që edhe afrimi i këtyre lojtarëve të ri, ndoshta është në idenë e tij që edhe sikur këtë kompeticion të dështojmë, se s'është gjithmonë ne duhet të ikim kampionat evropian. Edhe ta jeti përgatit për të ardhmen që të filloj të gërshetoj dal nga dal ata lojtarë që janë me moshë më të madhe apo nuk paraqesin formë sportive të mirë, ti gërshetoj me këta të rinj siç ka marrë Kumlla, Broja. Bare po ashtu, një lojtar që mendoj. Po ama më fal. Jo, më fal mua. Por ama kjo është ndeshje shumë delikate. Ne kemi në këtë ndeshje kemi një avantazh, mendoj se nga ana psikologjike që kishim disa kohë që po lëkundeshim nga rezultatet, pas saj fitore 4-0 që fitum, duket që ekipi të shtri ka fillu edhe e mori e fitoi besimin. 4-2. 4-2, më falni. E mori besimin, edhe kështu që mendoj që do kemi një avantazh. Dhe po tjetë se do ikin me këtë lloj besimi, mundet se edhe Turku është një ekip me vërtet, po tregon që është i fortë, po është një ekip që ka shumë oscilacione. Edhe mundet ta kapim siç 2-3 ndeshje përpara që edhe brenda Turqie kemi mund. Vice, një koment? Kjo është ndeshje që më shumë presionin besoj se të kenë ekipi turk, se ekipi jonë, sepse edhe në klasifikim ato kërkojnë zonën e play-offit, që ta sigurojnë. Kurse sa i përket ekipit tonë, është ndeshje që shkohet për të marrë pikë ose për të fitu, po që e shop shumë vështirë, sepse Shanset janë të pakta. Shanset janë të pakta, sepse kam ndjek edhe nga afër ndeshjen këtu në Shkodër, me Turqinë, edhe Turqia këtë sezon, ka një ekip shumë mirë. Ka një ekip shumë mirë, por edhe ne kishim problemet tona me Turqinë, apo jo? Me një tjetër trajner, ekuacioni është me shumë ndryshore tani. Ne themi jo po të fitojmë Turqi, të fitojmë në Moldavi, të fitojmë me Francën. Kemi dy transferta, Janë disa. Unë jam mendimi që me fitoren me Islandën, mbase Duka duhet të ketë pas një takim me Rehen, që tha vazhdo operacionin. Aprovimi është dhënë, apo jo, duket? Është një praktike njohur, ka ndodhur dhe me Debiazin kjo. E njëta histori, Debiazi herën e parë kishte që thonim ne do shkojmë në Rio,
e ke parasysh, që ishin mundësit më të mëdha se tek Reja, dhe natyrisht ju dha besimi për të vazhduar ciklin. Reja është një trajner me eksperiencë të jashtëzakonshme, shumë herë më të madhe se De Biasi, njëri babaxhan në stil që krijon klim, edhe kur i përzej me shumë stil, me shumë lezet kryetarët nga kombëtarja, çik i dhëm crown, çik operacion, te lista pritje, është te living room, e ke parasysh do vish prap, nuk krijon polemika. Edhe na përshtatet neve, se ne nuk e kemi qef shumë sherrin si njerëz. Nuk na pëlqen, nga që e kemi të mbushur jetën të tillë, nuk na pëlqen më. Po të kemi Panuçin, ne direkt, po të kemi Lerdën, ne tërbohemi. Por Lerda krijon një klim, është një trajner i cili na përshtatet, futbollin njeh mirë, emra të rinj ka futur, besoj që shkon çati dali në Turqi, asnjëri s'do t'i thojë gjë. Pse? Futi 4-5 elementë të ri, mund fusi edhe 2 tjerë, të bëj surprizën tjetër, me lojtarë të ri u mund në Turqi. Asnjë lloj problemi s'do ketë për Edi Rejan. Natyrisht, nëse Dersia e Delmir merr një barazim ose një fitore, atëherë hapen skenare të rinj, sepse Moldavia është një kostum që ne na rri tamam në masën e trupit. Edhe aty pastaj fillojmë edhe e kemi skenare, kemi mendime, por çdo gjë kalon nga Turqia. Po Turqia është shumë e vështirë. Shumë e vështirë sepse ne po shikojmë futbollin turk në këtë moment. Mirë, megjithatë mbetet për t'u parë se si do të shkojë kjo ndeshje, por në fund do të shkoj pak vëmendja për derbin e Italisë, pafund tifozë shqiptarë që e kanë ndjekur këtë derbi, dy skuadra të mëdha që luajnë përballë njëra tjetrës, Juventusi me Interin dhe dy trajnerë po ashtu të mëdhenj që përballen për herë të parë, Sarri dhe Conte. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio. Sulçe, merr kreu në Juventusi përsëri, jemi në minutat e fundit, kështu që nga një batutë të shkurtër për gjithë. Po ta gjejmë batutën tani për ndeshje kaq të madhe na kërkon nga i batut, okay. Edhe pa e parë ndeshjen. Pa e parë ndeshjen është më e vështirë akoma. Megjithatë tango kërcehet nga dy veta, dy Argjentinas nga ana tjetër, kurse një Argjentinas te Interi. Dybala dhe Martinez. Prandaj tango duhet me dy, prandaj fitoi Juve. Profesor? Unë pjesën e parë pash. Si shkoj, pa unë mendoj që u përballën Conte me Sarrin. Hera e parë që përballeshin. Conte një trajner më duket më praktik edhe më pragmatist, dhe Sarri një trajner që ka një filozofi të vetën. Edhe fitoi e dyta. Unë do t'isha që të fitonte e para, të them drejtën se edhe vetë jam qik pragmatist edhe du të fitoj. Fitoj bankieri. Në fakt janë krahasuar, sidomos për gjatë sezonit të shkuar tek Chelsea, duke qenë se Sarri erdhi si pasuesi Conte. Zbicaj, një koment për ndeshjen? Për fitoren, se ndeshjen nuk e kemi parë. Ekipi madh në ndeshjet mëdha duket, kështu që Gea, e kemi me Juventusin. Nëse jam tifoze, po Juventusi realisht shumë rrallë të zgënjen, kështu që e prisja nuk është më çudi. Por që dua të them, sepse mora vesh i kanë anulluar dhe një gol Cristianos, do kishin patur edhe rezultat më të thellë, por cika që e morën kreun. Offside shumë pak ishte Dybala offside. Një, meqense jemi te Gea, se Gea mendon se ne kemi harruar, e dia që nuk do shpëtoja. Sepse Gea ka bërë lajm në këtë javë dhe ka marrë një propozim, fakt propozimi i takon derbit të sezonit të shkuar, apo jo? Po, ka qenë sezonit të shkuar. Pavarësisht se në media qarkulloi se ku ishte i këtij sezoni. Me pamje. Dhe duam dim edhe përgjigjen që ke dhënë, se këtë nuk na e ke sqaruar në media. Po fillimisht e ndjekim. Po, ishte piknisje, domethënë për lajme, sepse unë postova të nesërme në mëngjes, zgjohem me lajme nga gjithë mediat e Ballkanit. Nuk e prisja faktikisht, nuk është postuar me paramendim. Më duk diçka fani e lezetshme për të ndarë me të tjerët, po mori për masa shumë të ndaja. Thuaj pak sa mesazhe ke marrë në Instagram. Ka marrë pafund, u mbusht vetëm nga domethënë të gjithë të Ballkanit, Serbia, Kroacia, ka qenë Maqedonia, të gjithë kanë folur, janë marrë dhe me mua si personazh, si moderatore përveç këtij lajmi, domethënë, dhe më vjen mirë se ka patur komente pozitive shumë. Propozimi është bo serios, kështu që përderisa ka ikë në gjithë Ballkanin, do kemi datën të madhe. Po, ndërhyrje nga gjitha anët, dhe së fundmi duat më zbulosh pak edhe për planet, i ke dhënë lam të mirën futbollit, duke qenë se këtë sezon ke pasur një lloj pauze, apo do të rikthesh përsëri? Ja, s'pak as futbollit, as televizionit, sepse janë mbeten dy dashurit të mëdha për mua, po merrem me këtë gjë, po përgatis një projekt të ri, po të shohim nuk kam
akoma gati diçka për ta zbuluar, kështu që shumë shpejt mund vi me diçka. Betet për të parë. Ne kemi mbritur në fund të emisionit Ora Sport edhe për këtë fundjavë. Sigurisht që javë e ardhshme nuk do të ketë kampionat, por do të ketë emocione të mëdha që na i ofron kombëtarja në ndeshjen me Turqinë. Do të presim deri atëherë se ç'do të ndodhë, sigurisht që do të rikthehemi të dielën e ardhshme për të diskutuar për performancën e kombëtarëve. Sigurisht që kur bëhet fjalë për kombëtaren, jemi të gjithë tifozë dhe mbështesim të gjithë me zemër në dorë, kështu do të bëjmë edhe këtë herë padyshim. Mirë, do takohemi të dielën e ardhshme, deri atëherë, miru takofshim. Dhe sigurisht falenderoj për ftuarit.